Teksa vendi po shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit, nga ku na ndajnë më pak se 2 muaj, Partia Socialiste ka hyrë në një krizë të brendshme, që sa vjen e thellohet. Arrestimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, duket se është një nga pikat më të dobta të kësaj force politike, e mbi të gjitha në kryeqytet. Ky arrestim ka nxjerrë në pa luftën e brendshme mes socialistëve, ku janë shfaqur haptas 2 kampe. Njëri me në krye dyshen Rama Balluku, e kampi tjetër me përfaqësues Erion Veliaj, i cili vijon betejën me drejtësinë. Menjëherë pas arrestimit të Erion Veliaj, kryeministri Edi Rama nuk humbi kohë dhe u paraqit në Bashkinë e Tiranës, ku ka drejtuar vetë për shumë mandate dhe caktoi Anuela Aristanin si kryetare të komanduar të Bashkisë Tiranë. Për aq kohë sa Veliaj nuk do ta kishte të mundur të ushtronte detyrën, si pasojë e masës së sigurisë, arrest me burg. Anuela Aristani njihet edhe si një e besuar e kryeministrit Edi Rama në bashki. Por kjo nuk mbaroi me kaq. Pas bërjes publike të faktit se kryebashkiaku ishte përgjuar në paraburgim dhe dyshimeve se kjo ishte bërë nëpërmjet ministrit Ulsi Manja, i cili sipas Berishës kishte shkuar për këtë arsye për të takuar Veliajin, që nga ana tjetër të vendoseshin përgjuesit, Veliaj duket se luftën krahas drejtësisë e nisi edhe me ata të partisë. Në media rrodhi një pjesë e këtij përgjimi, ku kryebashkiaku paralajmëron dhe kërcënon se ministri që ja bëri këtë të keqe nuk do të ketë qetësi për 7 breza. Ministrin që ma bëri kështu, e s'më doli në mbrojtje, se fal, për 7 breza do ta shkri, është një nga frazat që dyshohet të ketë thënë kryebashkiaku Veliaj. Por pas kësaj, Veliaj vendos të shkarkojë njeriun e Ramës në bashki, Anuela Aristanin, duke i dhënë kështu kryeministrit mesazh të qartë që nuk ka besim dhe tashmë mund të jenë kundërshtar. Pas shkarkimit të Anuela Aristanit nga posti i kryetares së komanduar të Bashkisë Tiranë, përgjegjësinë Veliaj ja delegon Sara Goxhajt. Zonja Sara Goxhaj, nën kryetare e Bashkisë Tiranë, të kryej përkohësisht edhe detyrat e kryetarit të Bashkisë Tiranë. Periudha e ushtrimit të kompetencave të deleguara fillon më datë 19/3/2025 deri në një urdhër të dytë. Urdhri numër 366, datë 14/2/2025, për delegimin e përkohshëm të detyrave të kryetarit të Bashkisë Tiranë shfuqizohet. Ngarkohet sekretari i përgjithshëm i kabinetit të kryetarit, drejtoria e përgjithshme e administrimit të brendshëm, drejtoria e përgjithshme e medias dhe komunikimit për qytetarët për zbatimin e këtij urdhri, thuhet në këtë dokument. Ristani u komandua në këtë post një ditë pas arrestimit të Erion Veliajt, më 10 shkurt. Kjo sërish nuk mbeti me kaq. Burime bëjnë me dije se Rama pasi mori vesh për vendimin e Veliajt nga paraburgimi, ka shkuar me urgjencë në Bashkinë e Tiranës, ku ka patur debate të ashpra, madje nuk mungojnë as edhe zërat për përplasje fizike. Edi Rama ka urdhëruar protokollin të zhbojë vendimin e Veliajt dhe ka vendosur të shkarkojë menjëherë Alban Dokushin dhe Sara Goxhajn. Sipas burimeve, policia bashkiake është urdhëruar që të mos lejojë hyrjen në institucion të dyshes Dokushi Goxhaj. Nuk dihet se si është bërë ligjërisht anulimi i emërimit të Sara Goxhaj dhe më pas shkarkimi i saj bashkë me Alban Dokushin, pasi kjo është kompetencë e Këshillit Bashkiak ose e kryetarit në detyrë Erion Veliaj. E gjithë kjo konfirmon atë që flitet në qarqet mediatike, por edhe nga vetë socialistë të ndryshëm, se kohët e fundit ka nisur një luftë e ftohtë mes Ramës dhe Veliajt, dhe kjo me sa duket është reflektuar edhe në ndryshimet në Bashkinë e Tiranës në 24 orët e fundit. Nga ana tjetër, vlen të theksohet se këto përplasje mes grupeve rivale brenda Partisë Socialiste janë në shumë qarqe të vendit, ku krahas Tiranës, përplasja më e ashpër ishte në Kukës. Disa drejtorë të shkarkuar, një nënkryetar, por edhe prefekti i Qarkut, të gjitha për shkak të luftës mes Eduard Shalsit dhe kryebashkiakut Albert Halilaj. Nga ana tjetër, Shalsi shkarkoi edhe kryetaret e degëve të PS në Kukës e Trovoj, duke i marrë këto kompetenca për vete. Këto përplasje arritën deri në përplasje fizike, e cila më pas solli dhe një të plagosur. Teksa fushata po shkon drejt çeljes së saj zyrtare e data e zgjedhjeve po afron, përplasjet pritet të thellohen.